Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Se ka vënë titullin, sot do të bëj parashikimin për hënën e re që do të jetë tek shenja e Vricjapit. Është tema e vetme që do të flas. Prandaj nëse jeni interesuar për tema të tjera, sidomos ato personale, në lidhje me temat personale mund të merrni konsultimin tuaj, ndërkohë që për temat të tjera si përshtaten dy shenja me njëra tjetrën e tjerë, këto janë tema për të cilat unë nuk flas, prandaj do ju këshilloj që të drejtohen tek astrolog të tjerë. Po flas si fillim se si bëj unë një këto lidhje të drejtë për drejtë, kam kohë që nuk e kam shpjeguar, po ndër po shpjegoj. Si fillim flas në lidhje me ndikimet që kemi tek shoqëria, tek natyra, pra ndikimet të përgjithshme, ato që na prekin të gjithë. Pastaj kaloj tek të gjitha ndikimet e shenjat me radhë. Renditja se si do ju këshilloj që të dëgjonit parashikimet, të gjitha parashikimet astrologjike, të në vërtetë jo vetëm të mijat, do të jetë si fillim parashikimi përgjithshëm, duke qenë se prek natyrën, siç e përmenda në fillim, na prek të gjithëve detyrimi sepse ne jemi pjesë e natyrës. Pas kësaj do t'ju këshilloj që të ndëgjonit ascendentin tuaj dhe pas ascendentit shenjën tuaj të diellit, pra shenjën tuaj të zodiakut aty ku keni lindur. Kjo është renditja se si këshillohet të dëgjohen parashikimet. Nuk ka rëndësi se çfarë lloj parashikimi është. Kjo është renditja më e shëndetshme për të dëgjuar. Ndërkohë që shërbimet e mia janë, po i them që tani, kam dy lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, të hënë dhe të premte. Ditën e hënë bëj lidhje drejtë për drejtë në lidhje me ciklin e hënës, hënën e re dhe hënën e plot, dhe të alternuar bëj me pyetje përgjigje. Duke qenë se sot është në lidhje me ciklin e hënës, javën që vjen do të jetë me pyetje përgjigje. Në qoftë se keni pyetje, mund të më shkruani nga DM-i, do t'ju përgjigjem gjatë javës që vjen. Ditën e premte bëj gjithmonë parashikimin javor. Parashikimin javor nuk e bëj edhe nga Instagram, bëj vetëm tek TikTok-u, sepse këtu cilësia e videos është më e mirë, më pëlqen më tepër. Faleminderit Buna, edhe mua jam e kënaqur me këtë model flokësh. Përveç këtyre bëj parashikime ditore, bëj vetëm ditët që tashmë kam vënë që janë më të domosdoshme. Dhe sidomos gjatë atyre ditëve flas përmend patjetër periudhën kur hëna është në zbrazëti. Kur hëna është në zbrazëti, ne të gjithë ndikohemi sepse përqendrimi është më ulët, si rreth jemi pak më të prirur ndaj jo tolerancës dhe mund të veprojmë në mënyrë shumë impulsive, si rrethoj atë pjesë të pakën do e këshilloj që ta merren gjithmonë parasysh se çfarë risku përmban. Ajo atë ditë unë gjithmonë e them, prandaj dhe nëse merrni parasysh, është në të mirën tuaj. Këto janë shërbime të cilat janë për ju, për publikun dhe janë pa pagesë, ndërkohë që për te këtyre, nëse dëshironi që të merrni informacione të tjera, atëherë mund të drejtohen tek unë për të prenotuar konsultën tuaj. Ju lutem më shkruani nga WhatsApp-i, nëse më merrni në telefon, mund ta keni vënë edhe ju që bëhet blok automatikisht, prandaj nuk e këshilloj, që se zgjidhja juaj, nuk mund të them gjë. Shërbimet e mia përfshin analizën e lidhjes, analizën e hartës dhe mund të gjej edhe ascendentin për të gjithë ata që nuk e din orën e saktë të lindjes. Në qoftë se e dini orën e saktë të lindjes, do ju këshilloja që të drejtoheni tek faqet të shumta që keni në internet. Pra, është hëna e re në shenjën e Vricjapit, është hëna e re e vitit 2026, do të jetë ditën e diel në datën 18 janar në orën 20:51 minuta e 43 sekonda, pra afërsisht në 20:52. Është hëna e re ka ndikime të përzira, kur shikon në plan të parë, domethënë duke qenë se të gjitha planetet kanë këndë pozitive me njëra tjetrën, duke sigurisht një ndikim shumë i madh pozitiv. Por në të vërtetë është e përzirë sepse bota në këtë momente është duke vluar dhe kemi shumë elemente të fshehura, të cilat nuk duan që të shfaqen, dhe nga ana tjetër kemi edhe shumë individ ose edhe situata të cilat krijojnë një zhurmë shumë të madhe dhe na pengojnë që të shikojmë realitetin ashtu siç është. Ndikimi më i fuqishëm detyrimisht do të vijë tek shenjat kardinale, që është shenja e Dashit, shenja e Gafores, Peshorja dhe Vricjapi. Në këto momente këto janë 4 shenja të cilat po riciklojnë gjithçka.
nuk do me thënë që ne nuk prekemi të gjithë prekemi detyrimisht sepse në një vend ose në një tjetër e kemi të vendosura këto shenja në hartën tonë, si rrjedhoj, pak apo shumë të gjithë ndikohemi. Ndikimi më i fuqishëm që do të ketë kjo Haneri, do të ketë riperceptimin e udhëheqjes, por këtë e kam thënë më përpara, nuk është diçka e re. Ndikimi për këtë arsye në këto momente ne duhet jemi vërtet që duhet përballemi me realitetin. Është ajo çfarë thash sot në mëngjes në kur isha tek A2CNN. Kemi arritur në momentin që duhet të pranojmë që mbreti është lakuriq dhe këtë duhet ta themi. Por kjo nuk është diçka e thjeshtë sepse në mënyrë që ta bëjmë këtë duhet të pranojmë që edhe deri në këto momente ne kemi qenë personat të cilët e kemi liruar këtë si gjë dhe kemi ushqyer edhe më tepër iluzionin e disa personave ose në disa raste mund të kemi qenë dhe pjesë e sistemit i cili nuk është i shëndetshëm për ne, për të gjithë. Kjo detyrimisht ka shkaktuar edhe një agresion vërtet shumë të lartë, kemi luftra nga të katër anët, të cilat por ripërsëris në të vërtet janë thjesht një tym i madh që po bëhet për të fshehur shumë realitete të cilat janë edhe më të hidhura nga ajo çfarë ne perceptojmë. Një nga të parë, duke qenë se është shumë i prekur populli, njerëzimi në përgjithësi. Kjo nuk është e vlefshme vetëm në Shqipëri, është e vlefshme në të gjithë botën. Jemi pak a shumë pjesë e një kopeje shumë të madhe, të cilat vazhdimisht po bëhet një presion shumë i madh, në mënyrë që të shpërthejmë tashmë dhe të marrim masa. Të jemi pak më të njerëzishëm kundrejt njëri tjetrit. Deri në këtë moment mund të kemi toleruar vërtet shumë, por ka ardhur momenti që të gjitha tolerimet që kemi bërë do t'i tregojmë pasojat e tyre. Vendosja e shumë planeteve në kënde pozitive konsiderohet si diçka pozitive, por në të vërtetë është edhe shpërthimi i energjisë. Gjithë presioni që kemi mbledhur deri në këtë moment është shpërthen në një vend ose në një tjetër. Të gjitha vendosjet që kemi në këto momente tregojnë luftra, vdekje masive. Kjo, kur themi vdekje masive, vërtet që nuk bëhet fjalë thjesht për vdekje fizike, do të thotë edhe vdekje e ideologjive, do të thotë edhe vdekje edhe le të themi edhe shpresës në disa vende. Kjo normal që do të vjetre në populatat të cilat e kanë ezauruar tashmë të gjithë të mirëbesimin që është treguar kundrejt tyre dhe janë të detyruar në një farë mënyrë që të zhduken pak a shumë. Por së rrjedhoj këtyre do të kemi dhe lindjen e shumë kolektiveve të ndryshme, të reja, të cilat janë shumë më të shëndetshme. Por i përsëris, çdo gjë që duket në këto momente, çdo gjë që bën shumë në këto momente, nuk është shumë e vërtetë, prandaj nuk do e këshilloj të merrni shumë parasysh. Lajmet që po dalin ose luftrat që po ndodhen në këto momente janë vërtet për të fshehur një të vërtet shumë më të madhe dhe që është pak a shumë një globalizim i cili është shumë herë më tepër problematik. Pika ku është synimi, çfarë synohet edhe më tepër është shpërndarja pak a shumë ose më të themi mbledhja e të gjitha tokave në një dorë. Bëhet pak si teori konspirative, por është një ndër realitetet që unë të paktën pash në hartë, domethënë. Çfarë duhet të bëjmë ne si individ? Çfarë duhet të bëjmë si individ e thashë në fillim, faktikisht e kam thënë shpeshherë që duhet jemi tashmë të vetëdijshëm dhe të veprojmë në bazë të saj, të ndihmojmë njëri tjetrin, të themi të vërtetën, ta mbrojmë të vërtetën aty ku është nevoja dhe të mos lejojmë që të bëhet padrejtësi, jo vetëm nesh, por edhe të tjerëve. Kjo është tematika kryesore që kemi. Nuk kemi se çfarë të bëjmë tjetër. Problemi është se në këto momente, me sa kam vënë unë, fryma e kolektivit mungon, aty ku tërhiqemi atje shkojmë, prandaj nuk e di se çfarë do të ndodhë në të vërtetën, se kam shumë ide. Më themi, nuk duket situata shumë e këndshme, prandaj dhe. Okej. Po kthehemi në tema të cilat mund të jenë pak më të përtypshme. Atëherë, ndikimi që kemi në shoqëri, kemi riperceptimi komplet të udhëheqjes, si rrjedhoj mund të kemi dalë në skenë të fuqive të reja të tashme, do të kemi në grupime të vogla. Këto grupime të vogla mund të fitojnë një fuqi ose një momentum, duke filluar nga më tepër nga qershori i këtij viti, nga fundi qershor të këtij viti, por në këto momente do të jenë pak a shumë krijimet ose diskutimet e tyre, sepse siç e thash, bota është vërtet një katërhore vërtet dhe ka shumë persone që nuk janë vetëm unë, domethënë që perceptojnë që ka diçka që nuk shkon, ka diçka që është jashtë logjike dhe si rrjedhoj do të fillojmë që të kemi këto grupime. Kjo është diçka vërtet shumë pozitive, po siç e thash, duke qenë se nuk e ndihmë në këto momente, do të na duhet pak më tepër besim
tek njëri tjetri, në mënyrë që ta krijojmë këtë besim, duhet patjetër që të fillojmë që ta mbështesim njëri tjetrin. Në Shqipëri është pak problematike, arsyeja që është problematike është se është një hënë e re e cila ka këndë negative me hënën tonë, me diellin tonë, me Saturnin tonë, me Marsin tonë, e të tjerë. Ka shumë probleme, ne krijojmë vërtet një vorbull shumë të madhe e cila krijon një mosbesim vërtet shumë të madh se ne brenda vetes tonë, po ashtu edhe me udhëheqjen, po ashtu edhe udhëheqjen kundrejt nesh, si edhe mund të kemi dalë në legjislacioneve që janë kundër nesh, e të tjerë. Mediat në këto momente duken sikur janë shumë të lira, edhe kjo një farë, domethënë në një farë mënyrë do fillojë të bëhet edhe një trusni edhe më e madhe, si edhe lajmet që po në këto momente po qarkullojnë nuk është se mund të themi që janë shumë të shëndetshme. Mënyra se si duhet të veprojmë, te kam thënë shumë shpesh, e kam thënë edhe tek Hana e Ploçisht dhe Këshillja Gafore, se në këto momente duhet të rikthehemi bujqësisë, jemi të detyruar të rikthehemi pak a shumë në fshat dhe të dalim për zot tokave tona, të cilat janë pjellore, është domosdoshmëri, sepse e përmenda që një nga temat kryesore të kësaj hëne të re janë edhe pikërisht tokat. Dhe tokat pjellore janë shumë të rëndësishme sepse do të na nevojiten janë të domosdoshme për të rindërtuar shoqërinë. Shoqëria në këto momente është në degradim e sipër, domethënë. Dhe na duhet që të krijojmë shoqëri të re. Po e përshkruaj si një pamje pikturë vërtet shumë makabër dhe në të vërtet kështu është sepse duhet të mbarojnë të gjitha këto gjendja aktuale, e cila është shumë problematike, e cila është shumë e pashëndetshme. Duhet të mbaroj patjetër në mënyrë që tek mund të krijojmë diçka më të shëndetshme, por në mënyrë që të mbaroj kjo, siç e thash, ne tashmë duhet të kryejmë ngrihemin pak a shumë, duhet të themi boll gjithsa trysnie që po ndodh. Dhe në mënyrë që të themi boll, duhet kjo trysnia do të shtohet edhe më tepër. Pra, në këto momente jemi pak a shumë duke vluar, jemi në ujë të nxehtë, se sa do durojmë, domethënë, është komplet në dorën tonë. Zgjidhja e vetme është që të kërkojmë drejtësi si për veten tonë, si dhe për ambientin që na rrethon dhe për personat të cilët kanë nevojë. Kjo është e përgjithshme për shoqërinë. Kemi ndryshime të disa udhëheqësve në botë, në përgjithësi vendet që prekeshin më tepër është lindja e largët, sidomos Indonezia preket më shumë, kurse Shqipëria ne thash domethënë kemi një disbalancim të brendshëm. Të gjitha relatat do të testohen, relatat që kemi brenda familjeve. Në hënën e plotë që ishte tek Këshillja Gafores, preka që përmendej që do të prekeshin më tepër figura femërore, ndërkohë që këtu nuk mund të them që është thjesht ajo, do të preken shumë persona të cilët kanë nevojë për mbështetje dhe në përgjithësi janë fëmijët. Këtu mund të kemi ajo dhuna, sidomos dhuna seksuale që është përmendur gjatë kohëve të fundit, kundrejt fëmijëve mund të shtohet edhe më tepër. Është e vlefshme edhe në Shqipëri, për fat të keq. Dhe do të vazhdoj që të jetë e vlefshme edhe në botë, edhe aty për fat të keq. Se si çfarë mund të bëjmë ne kundrejt kësaj është, por përsëris duhet të jemi tashmë më të mëshirshëm kundrejt njëri tjetrit, të krijojmë relata më pozitive, të krijojmë kolektiv i cili mbështet njëri tjetrin e të tjerë. Tashmë janë bërë klasike, nuk do të përsëris më veten time. Ndërkohë që për sa i përket natyrës, siç e vini re, kemi ndryshime të shpeshta të temperaturave. Për sa kohë Neptuni të jetë i vendosur te grada e fundit të shenjës së peshqve, do të vazhdojmë që të kemi probleme të tilla si me shira të shumta, po ashtu edhe me përmbytjen. Neptuni do të kalojë tek shenja e dashën datën 26 janar, deri në atë datë do të kemi të njëjtat probleme për fat të keq. Përveç këtyre, vazhdojmë që të kemi edhe ose mund të kemi edhe probleme me tërmetet të tashme. Këto do të më tepër vjen re në gryka, ose në zonat të cilat kanë gryka, por nuk është vetëm aty, mund të jetë edhe në qytete ose në zonat të cilat kalon një lum në mes, dhe si që dim Shqipëria ashtu është e gjitha, prandaj jemi edhe ne në rrezik tashmë. E përmendaj që kjo hënë e re ka kënde negative edhe me Saturnin tonë, dhe Saturni përfaqëson edhe tokën, si edhe mund të kemi edhe lëvizje tektonike. Për fat të mirë, këtë po e nënvizoj, nuk janë shumë, domethënë nuk duket shumë problematike, sepse më tepër këto lëvizje do t'i kemi brenda shoqërisë, por edhe toka është një nga temat më të rëndësishme. Natyra është në këto momente vërtet që po lufton kundër nesh, duke qenë se ne kemi keq trajtuar në mënyrë të dukshme. Mund të kemi dëmtime të cilat vijnë nga kafshët, duke qenë se
vendodhjet ose vendet ku mund të jetoni kafshët ne kemi prishur. Kjo nuk është e vlefshme për në Shqipëri, është e vlefshme për më tepër në botën, sepse në Shqipëri nuk është se ka ngelur shumë faunë, po mirë thash fauna. Mund të kemi shpërthime vulkanike, zjarre i kemi vënë re, ishte zjarri i madh i cili ndodhi këtu në Tiranë, ishte te 5 maj. Zjarre të tilla mund të vëmë re, mund të vazhdojmë që të vëmë re. Helmime të cilat vijnë nga gazi. Kjo është, duke qenë se do të jenë helmime nga gazi, mund të thotë edhe helmime nga karbon dioksidi, prandaj dhe këshillën që e kam dhënë edhe më përpara për përsëris thjesht. Për të gjithë ata që ndezin soba me tru, sidomos ata që ndezin soba me shumir, nuk e di nëse vazhdojnë që të përdoret në Shqipëri, thjesht po e them. Do ju këshilloja që përpara se të flini, të hapni dritarët në mënyrë që të mbushë dhomën me oksigjen, pastaj të flini, sepse është një nga temat që kjo mund të jetë pak më problematike ose problematike. E rëndësishme është kjo, këhën e re, tema kryesore është kjo, në lidhje me natyrën. Natyra është nëna jon, toka është nëna jon, ajo që na ka dhënë jetë. Dhe në momentin që ne e keq përdorim, siç e kemi keq përdorur deri tani, e kupton përballemi me fuqinë e saj që është e pakontrollueshme, e cila është vërtet ndëshkuese. Se si ne mund të veprojmë kërsh saj, është që të jemi tashmë të vetëdijshëm dhe të kuptojmë se pozicionin ton, vendin ton dhe të marrim masa në bazë të saj. Okej, këto janë ndikimet që kemi tek natyra. Në lidhje me shoqërinë e tham, kemi një ndikim i cili është vërtet shumë i fuqishëm dhe pozitiv. Në këtë rast, kemi ndikime në lidhje me edukimin, mund të kemi ndryshime të ligjeve përsa i përket edukimit. Kjo mund të thotë që mund të kemi ndarjen në disa departamente. Këto departamente të thotë që mund të kemi edhe ndarje sipas talenteve të individëve, të fëmijëve, bëhet fjalë detyrimisht. Është diçka pozitive, normale që rezultatet e kësaj do t'i vëmë më vonë, sepse në këto momente mund të jenë thjesht në diskutime sipër, por mund të kemi edhe provime ose testime në disa shkolla, të cilat më vonë mund të rezultojnë që janë më pozitive. Edhe në Shqipëri është e vlefshme edhe në botën, por në Shqipëri mund ta vëmë re edhe më tepër, sepse mund të bëhet pak a shumë zonë pilot. Kjo është ndikim pozitiv, siç e thash, sepse fal kësaj fëmijët mund të drejtohen tek vendet tek cilat kanë më tepër talent dhe si rridoj të rikonstruktohet edhe një herë arsimimi në Shqipëri, që me sa di unë të paktën është pak problematik në këto momente, ka humbur goxha fuqinë që ka pasur dikur. Kemi rritje shumë të madhe të fuqisë shpirtërore, që do thotë lidhja me hyjnorën shtohet në mënyrë të dukshme. Gjithë këto katastrofa që po ndodhin, detyrimisht njerëzimin e shtyn që të thellohet tek besimi i tij, te lidhja që ka me hyjnorën, dhe këtu mund të kemi edhe një rritje në besime tek fetë pra, dhe kjo mund të thotë edhe fuqizimin e disa feve të reja, mund të kemi edhe fuqizimin e feve aktuale, por në përgjithësi edhe kjo është diçka që mund të kemi një rikonstruktim brenda këtyre, por e përsëris Shqipëria preket shumë gradualisht, te kjo është diçka që do ta vëmë re në të gjithë botën, por në këto momente mund të vëmë re më tepër, domethënë edhe ku qëndron problemi, pse nuk jemi aq besimtar sa duhet, ose pse jemi bërë fanatik në disa pika, si edhe mund të marrim edhe masa. Ky është ndikim vërtet i madh, pozitiv, mund duhet ta analizoj, sepse lidhja me hyjnorën do të jetë shumë më e mrekulluar fal kësaj, dhe ky është ndikim vërtet shumë i madh pozitiv. Okej, një ndër temat që kishte kjo hën e re është edhe mitologjia e Medusës. Për të gjithë ata që nuk e dinë, Medusa është një karakter në mitologjinë greke, e cila është e vdekshme si fillim, por si rridhoj e disa ngjarjeve, nëse doni një herë tjetër mund ta shpjegoj edhe atë. Pak rëndësi ka, shndërrohet në një përbindesh e cila ka flokët gjerpërinj, në vend të flokëve ka gjerpërinj, dhe çdo kush që e shikon atë në sy kthehet në gur. Kjo është një nga temat që kemi te kjo hënë e re. Çfarë do thotë kjo? Në të vërtetë Medusa është një karakter i pafajshëm që ndeshkohet në mënyrë të padrejtë. Prandaj dhe duke qenë se kemi të si një nga gurët themelor të kësaj hëne të re,
Do të thotë që mund të kemi edhe ndëshkimin e personave të cilët janë të pafajshëm për të mbuluar mëkatet, gabimet e personave që janë vërtet të fajshëm. Kjo është e vlefshme në të gjithë botën, dhe siç e përmenda, duke qenë se preken dhe fëmijët. Duhet jemi ekstra të kujdesshëm për këtë. Ne vetë, brenda Shqipërisë, e kemi shumë këtë mitologji. E dim apo se dim, se jeni apo se në djeni. Kjo është nga mitologjitë më të rëndësishme që kemi edhe ne këtu, sepse është i prekur komplet me zdeo, por ne në Shqipëri, brenda Shqipërisë, e di që kemi disa mitologji që janë të lidhura me këtë. Prandaj dhe, këshilla im do të ishte që të jemi vërtet shumë të kujdesshëm. Tani një ndikim që është i fuqishëm në lidhje me mjekësinë. Mjekësia ka zhvillime të shumta për sa kohë të kemi të aktivizuar gradën e fundit të shenjës së peshqve. Dhe në të vërtetë, edhe pse mund të mos jemi në dieni, kemi avancime të shumta, kemi përparime të shumta në mjeksi. Ajo çfarë do të vihet tre më tepër nga kjo hënë e re, është se mund të kemi një hedhje përpara në lidhje me ilaçet që kanë të bëjnë me kancerin. Kjo është një ndër zbulimet më të rëndësishme që duket te kjo hënë e re, është një ndikim shumë i fuqishëm. Prandaj dhe, do të them, në një të ardhme shumë të shkurtër mund të ndryshojë komplet mënyrën se si trajtohet kanceri. Kjo është një lajm vërtet shumë i mirë, shumë pozitiv pra. Një pikë tjetër që kjo është problematike, mund të kemi sulme të ndryshme ndaj firmave farmaceutike ose falimentime të tyre. Në të vërtetë këto janë për të mbuluar gjërat që janë bërë përpas kene, prandaj dhe në qoftë se marrim lajme të tilla, do të thotë që ilaçet që kanë dalë nga ato firma farmaceutike mund të kenë problematike, prandaj do t'ju këshilloja që ta merrni parasysh si lajm dhe të kontrolloni nëse keni përdorur ilaçet të asaj firme dhe sigurisht të shikoni edhe çfarë efekte shancore mund të kenë pasur. Po kaloj tek shëndeti fizik tek të gjithë ne. Ajo çfarë preket është mëlçia. Duke qenë se shenja e bricjapit, ku kemi shumë vendosje në gjatë hënës të re, është shumë e prekur, kemi dhe një ndikim, një fuqisim shumë të madh të helmit në trup. Akumulimi më të themi të helmit në trup, si rrethoj dhe mërqia është organi më i prekur. Prandaj dhe të bëjmë detoks është shumë e rëndësishme. Kemi shumë vendosje tek shenjat e tokës gjatë kësaj hëne të re, dhe kur kemi shumë vendosje tek shenjat e tokës, kjo në trupin tonë përkthehet si një trysni vërtet shumë e madhe, si rrjedhoj, edhe kjo do të thotë që duhet të bëjmë një detoks të mirë. Mundësisht, mënyra më e thjeshtë, domethënë që ta bëjmë këtë, është që të ushqemi më lehtë, me ushqime më të buta, mundësisht të qëndrojmë pak më larg ushqimeve shtazore, kjo na ndihmon vërtet shumë. Praktika që mund të bëjmë edhe për të çliruar mëlçin, edhe për të ulur pak të siç thash, ose për të stabilizuar, për të kryer një balans në lidhje me elementet e tokës, është që të flem pak më herët, duke qenë se sa më i qetë që të jetë sistemi jon nervor, aq më të thjeshtë kemi për të bërë ballë edhe trusin që vjen nga jashtë. Të pim ujë, pra të hidratohemi, mundësisht ujin e parë, gotën e parë të ujit që pini në mëngjes, të jetë i ngrohtë dhe me limon është diçka më e mirë. Të mos përdorni sheqer, sepse sheqeri vërtet që e lodh shumë mëlçin, do shumë më tepër se gjitha gjërat e tjera. Të bëni ushtrime për frymarrjen është shumë e rëndësishme. Para se të filloj lidhjen drejt për drejt, fola me Marcela Gjergon, është Inner Journey by Mars, për të gjithë ata që nuk e din, domethënë, e ndjek tek kanali imi, ose më themi tek faqja ime e Instagramit e ndjek. Mund të drejtojni aty sepse ditën e diel ajo do të organizojë një mbledhje për breathwork. Unë kam, për mua ka qenë vërtet shumë e dobishme, do t'ja këshilloj të gjithëve. Edhe pagesa ishte shumë minimale, domethënë 5 euro, kështu që do të këshilloj patjetër që të merrni pjesë. Dhe të bëni patjetër ecje, 5 minuta, 10 minuta, po të paktën të bëni ecje, sepse të jemi në lëvizje, domethënë të jemi aktiv, na bën vërtet shumë mirë. Okej. Këto ishin ato çfarë do të këshilloja. Këto ishin ndikimet e përgjithshme në lidhje me shëndetin, normal që ato që janë standarde, thjesht për përsëris, probleme me virozat që kemi në këto momente mund të ballafaqojmë edhe më tepër, duke qenë sistemi imunitar është i lodhur, mërqia detyrimisht kur është e rënduar preket shumë sistemi imunitar.
Mund të kemi të prekur edhe alergjitë e ndryshme, sepse kemi të prekur komplet dhe rrugët e frymarrjes, mbi të gjitha personat të cilët i kanë edhe më të ndjeshme këto, do t'i këshilloja që t'jenë edhe më të vëmendshëm. Kjo hënë e re, ose më thënë kur kemi shumë vendosje tek shenjat e briciapit, mund të thotë edhe sëmundje të rënda të rrugëve të frymarrjes. Prandaj dhe të gjithë ata që kanë si alergji apo astëm, vërtet që në këtë periudhë do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm dhe t'i marrim seriozisht të gjitha simptomat që kemi. E thashë në fillim që shenjat që më të ndikuara janë shenjat kardinale, pra dashi, gaforja, peshorja dhe shenja e briciapit. Shenja e briciapit ka të vendosur, brenda shenjës së saj ka të vendosur shumë planete. Kemi edhe 2 dritat të cilat janë vendosur aty, që është dielli dhe hëna. Kemi të vendosur edhe Marsin dhe Mërkurin. Këto janë shumë afër me njëri tjetrin, pra janë në takim me njëri tjetrin. Si rrjedhoj kjo hënë e re do të thotë edhe veprime shumë impulsive, një pamundësi për të përdorur dhe intelektin ton në mënyrën e duhur. Prandaj dhe kjo është një nga temat që duhet jemi të gjithë të kujdesshëm. Nuk ka shumë rëndësi se çfarë shenje jemi, por normal që shenjat që preken më tepër janë ato që përmenda në fillim. Duke qenë se kemi dhe Mërkurin të vendosur këtu, ekstra dhe shenja e binjakëve është vërtet shumë e ndikuar. Kjo nuk do të thotë që kemi vështirësi në qoftë se jemi të vëmendshëm dhe mbarim gjërat një nga një, pra nuk veprojmë në mënyrë impulsive, do thotë që kemi probleme thjesht vetëm në qoftë se veprojmë në mënyrë impulsive, sepse kjo na lë më të hapur ndaj manipulimeve të shumta që po ndodhen në këtë moment. Këtë po e përsëris disa herë sepse është shumë e rëndësishme. Ndërkohë që kemi edhe një vendosje shumë të rëndësishme tek shenja e gaforës. Kjo na prek të gjithëve ne sepse është në takim me Saturnin dhe me Marsin ton. Kjo do thotë që regjimi, pra udhëheqja që kemi në këto momente, mund të kemi disa probleme në lidhje me këto. Demonstratat që kanë ndodhur që në fillim të dhjetorit mund të shtohen edhe më tepër në këto momente. Sidomos drejt hënës së re do t'i vëmë re edhe pak më tepër. Kemi pasur shumë probleme në këto momente në Shqipëri, sidomos me shirat të shumta që ranë, dhe si rrjedhoj disa persona mund t'i përdorin këto fatkeqësi në avantazhin e tyre, normale në qoftë se e lejojnë. Nuk po them mbroni qeverinë, nuk po them as dilni kundër qeverisë, nuk po them asnjë nga këto, po them thjesht që jeni të vetëdijshëm në mënyrë që mos i lejoni të tjerë t'ju përdorin. Kjo është thjesht çfarë po them. Secila anë zgjidhni nuk ka shumë rëndësi në syrin tim. Okej. Këto janë 2 vendosje të cilat janë shumë të rëndësishme, ndërkohë që kemi edhe Uranin të vendosur tek shenja e Demit në këtë moment, dhe Urani tek shenja e Demit, edhe pse ka kënde pozitive me pothuajse të gjithë planetet, mund të krijojë probleme në lidhje me tërmetet, prandaj dhe këtë e përmenda thjesht për përsëris. Është e prekur edhe Shqipëria në lidhje me këtë çështje, prandaj vërtet që do i këshilloj që të jemi të kujdesshëm. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri ditën e premte. Okej, Hapshim natën, shumë faleminderit edhe një herë që morët pjesë.